Në fakt, sipas informacioneve që unë kam për shkak të punës time si avokat që kam edhe në Fier, jam informuar se ka qenë mund të themi një zënje e një konflikt i momentit për shkak sepse BKH-ja ka shkuar në qytetin e Fierit për punët e veta, për të kryer verifikime lidhur me hetimet të saj që ne nuk i dim për çfarë ka qenë. Aty kanë në një lagje të qytetit Fierit, ku ka dhe zyrat kompania e vllait Agron Kaplanajt, që ka një kompani ndërtimi që merret me tendera e rrugësh e kështu me radhë, ka hasur drejtuesit ose më saktë oficerët e BKH-s kanë hasur në një kundërshtit disa njerëz të afërt të tij, sepse për shkak që mund të themi qofshin këto edhe banale, por nuk e dim si do rrjedhin gjërat më pas. Pasi deri tash janë zënë ose konflikti është krijuar për gjëra krejt dytësore, jo lidhur me hetimet, por gjëra që kanë ndodhur në çast, që kanë qenë konflikt për një parkim vend makine, edhe duke mos e ditur këta kush kanë qenë personat, sepse BKH-ja duke patur atë fuqinë që ju jep ligji dhe pak i kalojnë ato saqet e shpërdorimit të asaj fuqie, kanë një farë prepotence, pra deri në duke shfrytëzuar atë detektivin e BKH-s dhe nuk janë njohur kush kanë qenë personat, pra në kuptimin që njerëzit e Agron Kaplanajt nuk i kanë njohur që kanë qenë oficer të BKH-s dhe kanë kundërshtuar ata për vendin e parkimit e kështu me radhë. Dhe këtu ka lindur dhe konflikti, pasi më pastaj kanë shkuar policia dhe i ka marrë këta të 5 persona dhe dëshmitarët që kanë qenë aty dhe i kanë shoqëruar në komisariatin e policisë Fierit, ku janë kryer edhe veprimet e tjera procedurale. Deri në këtë moment që ne flasim, është ky versioni, pra ngjarja reale është kjo. Më pastaj nuk e dim nëse BKH-ja aty ka shkuar për të kontrolluar zyrat e kompanisë vllait Agron Kaplanajt, sepse duhet të dim që vllai Agron Kaplanajt është biznesmen, përveç se ka një shoqëri ndërtimi, ai ka edhe ekipin e futbollit Bylys. Dhe nuk e di nëse BKH-ja ka shkuar aty tek ato ambiente për të bërë verifikime apo kontrole pranë kompanisë, apo ka shkuar për diçka tjetër dhe aty kanë ndeshur në kundërshtinë e këtyre. Por deri më sot nuk kemi asnjë informacion, por gjithsesi përderisa BKH-ja ka shkuar në qytetin e Fierit, padyshim dhe në atë vend aty nuk besoj që ka shkuar kot, do të ketë shkuar patjetër, sepse duke patur dhe një vendim gjykate për të kontrolluar biznese, ambiente, banesa e kështu me radhë, se siç dihet, kodi i procedurës kushtetuta nuk të lejon që ti të hysh në banesa apo në ambiente private pa një vendim të gjykatës dhe arsyet e kontrollit se duhet të jetë. Kështu që deri sot që ne po flasim nuk kemi një version zyrtar për se ka ndodhur ngjarja dhe arsyet pse BKH-ja, oficerët e BKH-s kanë shkuar në qytetin e Fierit. Pra, jemi në një, si thonë, errësirë totale për sa i përket një informacioni të detajuar lidhur me arsyet e shkruajtjes së BKH-s dhe në orët e vona të pasdites, pasi do ta pranojmë që ka qenë një orë jashtë orës zyrtare të punës dhe ka qenë mbrëmje, kështu që duhet të shikojmë çfarë ka ndodhur. Avokat, ky ditë më parë bëri lajm që ka pasur kontroll të një banese për kodre diell. Po, ka patur një kontroll afër banesës e Erion Veliajt, është kontrolluar banesa e humoristit ose aktorit, si mund ta themi, të një miku të ngushtë të Erion Veliajt, që është edhe me statusin e investitorit strategjik, që quhet Gazmend Paja. Ka qenë kontroll i cili BKH-ja e ka në kuadër të veprimeve hetimore për sa i përket çështjes Veliaj, pasi ne dim jo vetëm miqësinë që ka Gazmend Paja me Erion Velin, por Gazmend Paja është me statusin, ka përfituar dhe statusin e investitorit strategjik. Dhe në këtë kuadër, BKH-ja, padyshim me një vendim gjykate, me kërkesë të prokurorisë, ka shkuar në banesën e tij dhe ka kontrolluar banesën. Nuk e dim akoma çfarë ka gjetur në banesë dhe kush ka qenë arsyet e kontrollit të banesës, çfarë ka kërkuar të gjejë në atë banesë, dhe sepse nuk e kemi as vendimin e gjykatës, pasi siç dihet që kur kërkohet një kontroll banese, prokuroria që i bën kërkesë gjykatës, ajo aty i jep dhe arsyet e kontrollit dhe çfarë kërkon ajo të nxjerrë nga ky kontroll banese. Kështu që jemi akoma jemi në këtë
dilemën përse ka shkuar dhe çfarë ka kërkuar provash materiale ka kërkuar aty. Nuk është tashmë është njohur botërisht fakti që aktori është i humorit, është një mik i deklaruar, i hapur i Erion Velis dhe një mbështetës i tij gjatë fushata elektorale të tij, por edhe të Partisë Socialiste të Rilindjes. Dhe në këtë kuptim hetimet duhet besoj janë shtrirë jo vetëm tek familjarët e Erion Velis, se siç e dim, por janë shtrirë edhe tek miqtë e tij. Dhe kjo është një gjë normale nga ana e BKH-s, pra e oficerëve të BKH-s, edhe normale nga ana e SPAK-ut që të bëjë verifikime rrethit të shoqëror dhe familjar, pasi siç dihet, Erion Velia po hetohet për korrupsion dhe pastrim të produkteve veprës penale, që pastrim produkteve veprës penale është në kuadër të ligjit antimafia, dhe ligji antimafia ka të parashikuar në dispozitat e tij që kur hetohesh për pasurinë dikush, hetohet jo vetëm rrethi familjar, por edhe lidhjet e tij shoqërore, sepse mundet të ketë transferuar pasurinë për ta fshehur atë në emra të miqve, të shokëve dhe njerëzve të afërt. Dhe mendohet që kjo është arsyeja që është kontrolluar edhe banesa e humoristit apo aktorit Gazvend Paja. Avokat, siç e dini ju, po bëhet një përplasje juridike të gjykatës kushtetuese mes prokurorisë posaçme dhe gazetarit Elton Qyni. Një deklaratë e një prej prokurorëve të SPAK-ut, i cili ishte prokuror të SPAK-ut në gjykatën kushtetuese, ka bërë një që ketë reagim shumë të madh në mjedisin mediatik. Deklarata bëhet fjalë për nxjerrjen e sekretit të timorit. Pyetja ime është, a ka sekretin timore para apo sekret shtetëror? E ndajmë dot, pra, a mundet që një gazetar në momentin që i bie në dorë një dosje dhe në qoftë se nuk është klasifikuar si sekret shtetëror, a mundet ta nxjerrë gazetari? Jam i qartë. Apo duhet ta pyes Jam i qartë. prokurori që gazetarët na pyesin nëse mund ta nxjerrë një dosje apo jo? Dëgjoj të them diçka. Në vendet demokratike, siç ne mendojmë të jemi, gazetari nuk i jep askujt informacion, askujt llogari për punën e vet. Gazetari është një institucion shumë i rëndësishëm në demokraci dhe quhet pushteti 4. Dhe në këtë kuptim, gazetari është i pavarur në punën e tij. Nuk ka asnjë lloj, ligji që gazetarin ta detyrojë që ai t'i japi prokurorit ose t'i kërkoj prokurorit leje për të nxjerrë një informacion. Unë po ju sjell një shembull, kur pas goditjes së 11 shtatorit që rrëzuan 2 kullat në Shtetet e Bashkuara, u vendosën në përgjigje masiv të gjithë shtetasit amerikanë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi kjo që George Bush në kohë i thirr 2 gazetarët më të rëndësishëm që kishin shumë informacione për këtë kontroll, se nuk lejohesh në Shtetet e Bashkuara, dhe i thiri përpara se ata të publikonin lajmin dhe ju tha se nëse ju do publikoni këtë lajmin, atëherë ne rrezikohet siguria kombëtare e Shteteve të Bashkuara, sepse ne kemi vënë gjithë popullatën në përgjigje për arsye që nesër të mbrojmë një mundësi tjetër nga sulmet. Dhe çfarë ndodhi? Gazetarët nuk e pranuan atë ofertën e presidentit. Presidenti nuk ka bërë atë në formë kërcënimi, ka bërë në formë miqësore. Dhe ata çfarë bën? Ata e nxorën përsëri lajmin që në Shtetet e Bashkuara gjithë popullata ishte në përgjigje. Dhe pati një zhurmë apo një lëvizje të madhe juridike në kohë. Dhe solla në vëmendje këtë për të thënë që në vende demokratike gazetari nuk mendohet që t'i japi llogari ose të kërkoj leje prokurorisë për të nxjerrë një informacion. Gazetari ka të drejtën e tij dhe mbrohet me ligj ndërkombëtar për lajmi, për burimin e lajmit. Kështu që SPAK-u me këtë ka treguar edhe një herë tjetër që është një institucion padyshim inkwizitor, sepse të marrësh në përgjegjësi penale një gazetar i cili ka me mundësitë e tij, me të gjitha mënyrat e tij, ka siguruar një informacion dhe ti ta marrë përgjegjësi penale nuk përbën tjetër vetëm cënimi i lirisë së medias. Mënyra se si SPAK-u, po t'i vëmë re, e ka mbrojtur prokurorët e SPAK-ut dhe ka mbrojtur gjykatën kushtetuese, duke anashkaluar faktin penal dhe thanë që këtu ka shkelur etikën, nuk e di nëse u dërnoka në Shqipëri për shkelje etike. Besoj se është marrë fund kjo praktika e dënimeve për shkelje etike ose dënime për fjalë e gojës ose për çfarë mendon ti. Kështu që gazetarët e SPAK, prokurorët e SPAK-ut
treguan edhe njëherë pa aftësinë e tyre dhe pa mundësinë e tyre që ata të mbrojnë informacionet që ju dalin, dhe unë jam i bindur që ata informacionet i nxjerrin vetë në mënyra të ndryshme dhe natyrisht faqësojnë gazetarët. Gazetari ka vetëm një kontratë, e ka kontratën me të vërtetën dhe me publikun. Nëse gazetari prish këto dy marrëveshje kontrata, nuk është më gazetar. Kështu që unë jam plotësisht me gazetarin në këtë radhë. Mendoj që SPAK-u nuk ka asnjë lloj të drejtë që të marrë përgjegjësi penale dhe jemi gjithmonë në krah të atyre të cilët mendojnë të lirë. SPAK-u ka punë vet, s'është i zoti të ruaj dosjet e tij, s'është i zoti të ruaj informacionin e tij, atëherë ai prokurori duhet të mbajë përgjegjësi për nga ka dalë, si ka dalë, kush e ka nxjerrë atë informacion që gazetari e ka bërë publik. Por gazetari në asnjë rast nuk merret në përgjegjësi penale. Kjo ka qenë një autogol, mund të themi, nga pikpamja juridike, por nxori edhe një herë në pa aftësinë dhe punën dhe mediokritetin e strukturës e atyre prokurorëve të strukturës posaçme që kanë marrë vendim për ndalimin apo masën e sigurimit që vendos ndaj gazetarit dhe sekuestrimin e materialeve të punës ndaj gazetarit. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, paktën në analet e drejtësisë të një shteti të së drejtës në vendet perëndimore. Besoj se jemi të qartë kur dy gazetarët, Andi Bushati dhe zoti Shkullaku, ju morën atyre kompjutrat e kështu me radhë dhe gjykata e Strasburgut në një mënyrë shumë të rrëfeshme ka vepruar, ku në kundërshtim me veprimet e SPAK-ut dhe veprimet e gjykatës shqiptare që vendosën sekuestron e atyre. Dhe kështu që ky është do të jetë një normalitet, SPAK-u ka punën e vet, gazetarët kanë punën e tyre. Nëse bie ndesh puna e tyre, është puna problemi i SPAK-ut, nuk është i gazetarëve. Gazetari atë detyrim ka informacioni.